Po unë nuk ja kërkova, thot Allahu që ka në dorë gjithçka. A pres do më thënë të jemi pa edukat me Zotin tim dhe do t'i kërkoj ty? Një ndër kalifët mbretët e kohës shikon në Qabe Salim Maula Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, një ndër dietarët e kohës, i cili po bënte tavaf në Qabe. Mirë, po gjendja e tij ishte shumë e varfër materialisht. O Zot, mos na varfëro shpirtrat dhe zemrat tanë. Po materiali e shkon dhe vjen. E ke sot, nuk e ke nesër. Dhe i afrohet, pra duke ditur gjendjen e tij, i thot: Hoxh, me çfarë mundem me të ndihmu? Nuk vjen tur prej Allahut? Këtu jemi në Qabe dhe ti më thu me çfarë mundem me të ndihmu? Këtu i kërkohet vetëm Allahut xhelle xhelalu. Nuk foli, thot më mbreti. Po e ndiqte hap pas hapi kur ai të largohej prej Qabes. Dhe kur ai u largua nga Qabja, i shkoi sërish nga pas. Dhe i tha: Hoxh, tani nuk jemi më në Qabe, me çfarë mund të ndihmoj? A bëhet fjalë, tha, vallë, për kërkesat të ahiretit apo kërkesat të kësaj dynjaje? Normalisht dhe unë ahiretin nuk e kam dorë, dhe e ka Allahu për gjithë. Unë mundem të them kërkesat të dynjalliku, të cilat me demek, do të thënë, thot njeriu që i kam në dorë unë. Po unë nuk ja kërkova, thot Allahu që ka në dorë gjithçka. A pres, do më thënë, të jemi pa edukat me Zotin tim dhe do t'i kërkoj ty?